Rafolë si vërtet prej pas luftës kemi qenë dëshmitar që në fakt qendrat vendimarrëse nuk kanë qenë të institucionet politike në Kosovë, por ka qenë në Dravodan dhe mendoj që kjo nuk ka qenë një fotografi e mirë. Ne kemi qenë dëshmitar kur janë zgjedhë edhe presidenti i vendit me një pliko, një emër i cili vërtet në skenën politike të Kosovës ka qenë i parancishme, sado që pastaj mendoj që ajo ka qenë njëra prej presidentëve më të mira. Megjithëse në përgjithësi ajo flet për një delegitimim të vullnetit të popullit, sepse ata që duhet me zgjedh presidentën edhe institucionet janë vërtet deputetët që ne i kemi votuar dhe këto ndërhyrje sigurisht që në situata të caktuar e kanë lehtësuar në farë të kalimin e ngërshëve, sepse kemi pas vazhdimisht ngërshë të tilla. Megjithëse, siç e thash më herët, ajo më shumë ka folë për një papjekuri politike të klasës politike në Kosovë. Unë kam pas menduar që elita jonë politike, klasa jonë politike është pjekë dhe kam qenë i lumtur. Nuk është për tu duar trokitur, le të themi, kjo sakrifica që këta lider që përmeni Zoti Berami paraprakisht kanë heqë dorë nga diçka që mund t'ju ketë takuar atyre, si pas legitimitetit popullor të votës, kanë heqë dorë për të kompromisin. Ju e shini më tepër papjekuri politike? Po, ajo ka qenë edhe arsyeshme për kohën. Për periudhën, sepse nëse flasim për zgjedhjet e para, zgjedhjet e dyta, zgjedhjet e treta, mendoj që ka qenë e pritshme dhe nuk është që më ka befasuar edhe mua, por tani kam menduar që posaçërisht pas të kalimit të mbikëqyrjes së pavarësisë në vitin 2012, nëse nuk gaboj, mendoj që kam pas besuar që vërtet institucionet politike në Kosovë janë në nivel të tillë se do të arrijnë që vetë të zgjedhin këto dilema. Fatkeqësisht kemi pa posaçërisht në rastin e fundit që duket që demokracia jonë, sistemi jonë ende nuk ka etabluar në atë masë i cili do të mund të funksiononte pa ndërhyrje nga jashtë dhe ne jemi dëshmitar tani më të një sfilate çdo 28 orëshe të deputetëve të Parlamentit të Kosovës, të cilët nuk po arrijnë në asnjë mënyrë që ta zgjedhin kryesuesin pa ta konstituojnë kuvendin. Cili do duhet të ishte roli i presidentes në këtë rast? Mendoj që roli i presidentes në sistemin politik Kosovës është shumë thelbësor, ajo është shumë dimensional, ajo është edhe si garantuese e funksionimit kushtetues të institucioneve të Kosovës në njërin anë, ndërsa në anën tjetër ajo është edhe garantuese e unitetit qytetar të Kosovës dhe si dikush që në mënyrë është në pet të këtyre dy funksione, mendoj që ajo do ishte dashur me qenë më aktive dhe ajo do duhet që pozitën e saj ta shfrytëzoj më shumë si një platformë politike, si një platformë e komunikimit mes partive politike, dhe nuk mendoj që një takim i vetëm apo dy takimet vetëm sa i ka pas të jenë të mjaftueshme. Dorë në zemër, unë nuk e shoh që edhe presidentja ka vepruar me një elan, ka qenë shumë aktive në përzgjedhje. Mendoj që ajo ishte dashur me qenë më aktive dhe ishte dashur që me vepru dhe mbi të gjitha ajo do të ishte dashur që të jetë më e zëshme edhe në debatet publike në Kosovë. Ne nuk e dim shumë cili është opinioni i saj. Kam një bindje që ajo është më shumë në pritje se çka po ndodh. Me fatin e saj, thoni, po kalkulon këto... është duke kalkuluar dhe për këtë arsye ajo e ka një qëndrim shumë neutral, por se situata nuk është e tillë që ajo do duhet që të jetë që ta ketë luksin që ta shijojë këtë situatë shumë në mënyrë shumë relaksuese, që është duke shijuar dhe kam bindjen që ajo ka mujtë me bo shumë ma shumë. Po e shijon apo është në atë stresin në idenë a do ta ketë edhe një mandat, edhe një mundësi të dytë apo jo, sepse kanë mbetur edhe gjatë. Po ajo në mënyrë indirekt ka dhënë me kuptuar që është e interesuar. Ajo është e re në mënyrë dhe është legjitime që ajo të ketë pretendime edhe për një mandat dhe sigurisht ajo ka kalkulimet e veta politike. Por se situata në Kosovë mendoj që është e tillë që ajo do duhet të ishte shumë aktive dhe do duhet që të shpërfaqte qëndrimet e presidencës karshi zhvillimeve politike në Kosovë. Arnar, rolin e presidentës në këtë
ngërqen institucional? Në fakt ajo që kemi vrejtur gradualisht, presidentja ka shku me një ritëm të reagimit duke ju përshtatur, si më thonë, në gjendjes politike dhe veçanërisht si më diskutimeve të partive të mëdha politike që duke pa në sensin asaj që po thuj se asnjërs prej partive të mëdha politike aktualisht siç po shihet nuk do të duke i konvenuar një koalicion i mundshëm i madh deri pas zgjedhjeve lokale. Dhe të njëjtën kohë si duket edhe ajo është përshtatur për brenda këtij ritmi që njëherë caktohen zgjedhjet lokale, pastaj shikohet mundësia kushtetuese të shkon kushtetuese rasti në mënyrë që të ketë kohë të merr kjo kohë prap dhe të lehet domethënë që në marrëveshje me partitë politike të marrin zgjedhjet pas zgjedhjeve lokale apo të jep pak një periudhë kohore më të hershme se sa që do të marrin zgjedhjet lokale. Domethënë dhe kësaj mendoj që siç e thatë ajo mund të ketë pasur ndonjë kalkulim edhe politik. Sa unë kam njohuri dhe informata, zonja Osmani sigurisht që lëbën tek ambasadat e huaja për një mandat të dytë, konsensual. Sigurisht është në drejtën e saj, siç e tha dhe kolegu më herët, ajo ka edhe drejt, por natyrisht që në këtë rast përveç drejtës kërkohet me i pas edhe votat në Parlamentin e Kosovës, gjatë që fuqia e saj politike aktualisht është bukur në ramjen kuptimin jo personal, po të një qenurit pjesë një partije politike. E dyta, ajo që ka pasur vërtet konsensusën kalumën, vërtet është ashtu si që tha kolegu ose deputeti Behrami, sepse është vërtet që gjendja e Kosovës ka qenë më ndryshe, po sistemi politik s'ka ndryshuar kur gjë pjatërshit. Nëse na shohim sistemin proporcional, çdo lider politik i cili është çat racionalitetin para egos së tij politike, ai do të më kuptuar që pa një marrëveshje politike nuk ndërtohen institucionet. Dhe pavarësisht që Kosova ndonë se ka forcuar një moment ose një tjetër legitimitetin dhe legalitetin e saj politik, ajo është ende një shtet i cili po përpiqet me u forcu ndërkombëtarisht, është ende një shtet i pakryer, dhe kjo ty ta bën domosdoshme, si më thonë, shtë kësaj sistemin politik që e kit pa domosht tjetërsueshëm, opsionin që ti dush me bashkëpunu me njërin prej partive të mëdha për me kriju institucionet. Dhe kjo që është vërejt, o pa që zoti Kurti përveç ti dhe të tjerëve ka ndodhur ajo që thot presidenti Ahtisari dikon librin e tij, thot të misionet ndërkombëtare janë të mira, por kanjëherë janë si cigare, kanjëherë fillon me pi për çef, po dikur varrosh pityne. Na kena fillu pak me pasat varësie dhe është e vërtet që mos me pacjen ata na shumë sene me na palon mi bo, i kishëm bo maket se Shqipëria dhe vendet tjera të rajonit, po thuj se kishëm shëndru vendin në autokraci, jo në demokraci liberale, si që ka funksionu tek ne, dhe fatkeqësisht, po thëmë ka ndodhur dhe kjo. Fatbarësisht do duhet të ishte kur neve sot na u kanë lejon, si më thonë, dur të matë lira të gjejmë një zgjidhje politike. Ambasadorët tjera dhe po bëjnë thirrje her pas here, është po bëjnë, po nuk janë të Britanik, inkorporuar, Gjerman, dhe kjo është krejt normale, mendoj sepse na kanë lënë me pa vetveten. Ambasadori amerikan nuk po Dhe flet. dëshiroj me përfundush, mendoj që përgjithësi kanë gjitha partitë politike, po mas shumti ka përgjithësi partia që i takon me themelu institucione, sepse i ka fituar zgjedhjet, ka drejtën si thuhet Zotit, po të popullit me gjetë mundësi për me themelu institucionet. Ajo që po shihet nuk është duke i konvenuar aktualisht. Të asaj partije se theksuat që sistemi ynë përcakton ashtu që ai që ka më shumë të vota do të provojë pari të bëjë institucionet, po shohim që nuk ka mungesë vullneti për ta bërë një gjë të tillë. Atëherë kur jemi në situatë të tillë, do të ketë një arbitër